Prandaj edhe këta tani, këta frikacakët, që janë gjysmë të tredhur, këta lakoqet, ja Ali Mehmeti, jo kjo tabaku, që tabaku në nëzori Silva Turdiu, se s'kishtë dalë deputete. Mirë po s'kishtë atë kocka që ka tabaku, Silva Turdiu nga Kanadaja, tha unë do votoj Jonida Tabakun. Dhe atëhere ajo ishte ndima. Pas Silva Turdiu nuk do ishe zgjedhur 1 milion vjetë më Jonida Tabaku. Po doli ajo është cube, ajo ka qenë fejuar e dikushme e djalit e Mehmet Sheut, kjo u vra Mehmet Sheut, vrau vetën Mehmet Sheut, jo për shkak se ishte vajza e Turdinjve, që Azim Turdiu të sa të tjerëve këtu që janë, familje mirë, pa nuk janë në atë nivel ata. Silva Turdiu është mbesa Arshipipës, dhe Arshipipa është përveç fondit letrar, ka qenë i akuzuar dhe ndiqej, sepse ishte arratisur nga Shqipëria, si agenti UDB-s, edhe i klubit të Prizrenit, në baniment të gjera, dhe kurse Amerika e studion të atë si agent të UDB-s, e ruan të CIA, kush ishte Arshipipa dhe kush janë Blendi Fevziu, që mundohet e ka prerë shiritin, Blendi Fevziu, që mos shikohet kjo pjesë. Pra, edhe njëherë me Mersheu, dhe e vrau veten për Silva Turdiu, sepse i thanë ata si ka mundësi që ti të bëhesh mik me të marrësh për nuset e djalit Silva Turdiu që është mbesa Arshipipës. Se kush Arshipipa është të tmerrshëm, po plas Kadareja me te. Aja ka lënë Kadarejën pa e marrë çmimin Nobel, sepse i përktheu për gjithë natë më ka thënë Nerim Kupi mua në bisedë, siç bëj muhabet me ju, e bër muhabet me Nerim Kupi, profesor Nerim Kupin. Për gjithë natë është përkthyer poezia e Kadarejës e bërë për Stalinin në me rastin e vdekjes, se keni parë të gjithë. Ajo, Silva Turdiu, duke qenë një eksponent më të vërtetë i fuqishëm, se nuk janë dosidojë si familje Turdinj këtu janë, ne njohim në Tiranë, i dim ato. Silva Turdiu ndërhyri, pase Berisha ka vendosur që çesh njerëzit nga Tirana ti bëjmë njën, doli Silva Turdiu, foli atje, do votoj Jonida Tabakun, reaguan dhe Tirana dhe e votuan. Ali Mehmetin e lanë, se si kishte ato kocka, po mua me vjen keq se si ka mundësi që të dy këta nuk i dalin përballë të thonë, me gisht, dil ti, largohu ti. Si që thot ai Rama ik, 4 herë ka që humbe. Humbin 2013, 2017, humbin 2019, 2021, 2015, 2025, 2023. Si tha një herë kush, Saliu ik. Hajde filti, të qatë klasën me janë. Këtë reagimi i ambasadës amerikane, si e pa? Reagimi i ambasadës amerikane është lasivit atje, që u ka thënë atje, që i ka mbajtur peng. Lasivit ka ardhur me urdhër të Trumpit këtu, po mua më morën zvarr, nuk me lanë të hidhja vezët, se unë i dola përpara të Rognerit. Unë e dije që do vinte lasivit, po e ngatrova në fillim atë gomanin e Korçës. Pastaj e ngatrova me këtë sinën, vullnet sinën, se ishte i veshur me rroba të thjeshta, unë kisha ndërmend fiksuar në të unë e kisha parë me rroba luks. Ata rroba të shtrenjta, po ta kisha parë lasivitën e kisha ashtu. Në moment dhe kishte një arsye kjo, dhe arsye tjetër ishte që unë nuk doja të qelloja pas kurrizës në vezën në xhepi kisha. Dhe në momentin e pan ata lëvizjen e shpejt për të arritur që ta qelloja në ball për ball, edhe me morën zvarr 50 metra, më dorëzuan polici. Kaq. Keni tentuar për... Si s'kam tentuar, ka qenë Gjiro Italia ditë, unë isha gjithë ditën të Rogneri, ata e dinin që unë jam duke pritur lasivitën në një farë mënyre. E dinin shumë vetë këtu. Se doni t'ja jepni një vezë dhuratë? Por 600 milion që mori, dhe sa janë deklaruar, diç do thotë të marrë, diç do thotë një konsulent i tillë të marrë nga Shqipëria 600 milion, 6 milion dollar me një dorë, me këtë popull ku kanë ujtë në orar, shikoj, ku janë me halë të zotit, me pensione qesharake, me rruga minimale të tmerrshme, pa u shpallur minimumi jetik, nuk guxojnë ta shpallin minimumin jetik, e kemi thënë dhe përsërisim, se po të shpallësh minimumin jetik, një pensionist i bie të marrë më pak se sa një dembel, një parazit. Se po ta shpallësh me minimumin jetik i nderuar gazetar, edhe ju ndjekës dhe ndjekës që jeni në anën tjetër të xhamit, i bie 220.000 lekë. Dhe kur ta marrë dembelja i paraziti që ka ndetur gjithë jetën e tij pa punuar ndonjëherë si janë vrarë duart, ndonjëherë ai merr 220.000 lekë, kurse ky pensionist i shkret që ka punuar dhe në tokë do marr 200.000 lekë. 20.000 lekë më pak nga ai bastardi që ka ndetur dhe ka pritur që t'i vijë dita për të rrjepur këtë popull, siç e kanë rrjepur politikanët. Kjo është ajo që di unë. Prandaj më them për lasivitën që vjen këtu dhe me një të futur në dorë, dëng merr 6 milion në një vend që ka humbur, 2 milion popull ka humbur në 30 vjet, me varfri, me ujë me orar, me halë të mdhaja dhe vjen këtu ai maskara, merr nga lekët tona 6 milion dollar për herë. Prandaj duhet i hidhja vezët, po s'mu bën bar, nuk e fiksova si duhet.
Edhe çfarë lekësh? Lekët e Gërdecit. Lekët e Gërdecit me 26 të vrarë, me 300 të plagosur, me një fshat të quar nga vendi, se me diu e solli la Civita. Si mos i dhe shpresët i maskaraj. Lekët e 21 janarit, lekët e sa, po mbi gjitha lekët e Gërdecit. Kjo është arsye sepse i dola la Civita, nuk e fitova. Zoti është i madh, inshallah, ma sjellën në prit, në më mirë, një ditë tjetër, ose ja bëra si Belerit, haram me qoftë qumshin anës. Tani, ju pyesni se cila me duket mua si çështja më akute, më problematike e ditës. Të gjitha janë problematike. Njëri thotë e ka uruar popullin shqiptar ambasada amerikana, nuk e ka uruar Ramën, thotë ambasada amerikane, se flasin dhe nga këta anash e shgoli ju, vinë këtu, nuk flasin vetë, edhe ju vinë keq kur flasin ne, ju dhembë, litë ju dhembë sa të dojë, sa më shumë t'ju dhembë, aq më shumë të drejtë kemi ne. Shkojmë përpara tani. Vërtetat e mund ta mos urojnë Ramën, po ata zgjedhjet në një farë mënyrë i certifikojnë. Certifikuar i ka gjithë Evropa, ki thot do të kalojnë në grevurie, çka grevurie do bëjë 19 vjeç, ai grevurie është. Unë jam 61 vjeç dhe ha një herë në ditë. Para ca ditësh isha me një djalë nga Malësia, isha duke bërë një muhabet të gjatë atje në kafene 2 orë me Don Leonardo Vocin. Edhe kur dëgjova dhe Don Leonardo unë që është 2 metro, edhe një metër mbi mua, një herë në ditë më rëdi laver hatha unë. Edhe unë e Leonardo që jemi në një të njëjtën moshë afërsisht, me vite, ham një herë në ditë. Po s'hanë, ti si takon, ai në grevurie. Kur të kalosh 82, 83 vjeç, sa është Sali Berisha, ai në grevurie ai. Do marrë me qafe dhe të rinjt mosha juaj duan të hanë 4-5 herë në ditë, mos ashtu kemi grenë dhe ne. Edhe me reveshta, tani çfarë ndodh atje brenda, që thoni ju në PD, që me shqetëson mua dhe me bëna alarmon, se këta kanë bërë një vesë më i ti vajzë. E kanë bërë vesë, mos u drejtoni thar nga opozita. Ore, kur ne vërtet e shohim që na falni, mënyrën si do shprehem, po nuk mund të shprehem ndryshe. Ki janë laveri, janë po dolnin na pranonin, po s'dolnin, unë kaq di, kaq them. I shikon atje 12 vjetë Edi Ramën në pushtet, majoranca është në pushtet 12 vjetë, do thoni ka breket e krishtura Edi Rama. Ore, dakord unë, do thoni ju shpreh shrem, po si shpreh, letë, e dim ne, pas 12 vjetësh janë shpuar ati, e këtë ku e diu se si poturet. Po thonë mos, tani thonë mos u kthen të shohësh dhe opozitën, sepse pse thoni ju nuk thonë ata që mos u kthen nga opozita? Sepse opozita është pa brek fare, është lakuri qkret. Shiko, sa lakuri që është, do thoni ju. Shikoni Alim Mehmetin. Shikoni tabakun, shikoni këta të tjerit, që janë, quhen delfin këta, që mund të dilin nga njëherë misi nga reshti, mund të dilin nga radha. Si është e mundur? Kanë fituar gjitha i beri me një anë të gjithë, se futi pjesën e vetë atje dhe s'don të tifus të këta, i lanë listat e hapura. Fituan gjitha të vota, prap se prap, asnjeri prej tyre nuk kesh në gjendje, asnjeri prej tyre, as tabaku, as ky Alim Mehmeti, nuk është në gjendje të thotë, ore, e keqje e madhe është Sali Berisha, largohu ti që të ndryshoj, që të bëjtë rotacion. Përderisa ti ke vendosur diktaturë mbi partinë tënde, nuk ke të drejtë të flasësh për diktaturë dhe regjim mbi qeverinë. Pse ti ke diktaturën tënde? Pa ta provojnë një herë, ja se i bëj unë këtu, e i sfidoj këtu në kamerën tuaj, ta shovi gjithë një, ta provojnë një herë, po s'u hengri kokën si që hengri kokën Sokolov-Dashi. Edhe njerit edhe tjetrit. Ta provojnë një herë, po si rahu. Ju kujtoj Lulzim Basha që tha, i vetmi njeri që se ka rahur Sali Berisha është Lul Basha. Keq mirë u qëllë. No, e vranë. Ate e vranë, se nuk ka mundësi të bëhet të gjitha e gropë, në një mjetë të blinduar, të fortifikuar, sa i sesh vetëm ai është i fortifikuar, për 17 metra që ka rënë atje poshtë, kujt i thoni ju, që ju hapa ajo koka me dyshë. Jo bre, nuk bëhen ato punë. Ne dimë atë punë se si është bërë. Ai kërkoi të marrë Partinë Demokratike dhe përpara se sa të ndodhte ajo që thoni ju se ne pa që pas ka vdekur Odashi, ai ka lënë një fjalë, e ka thënë në poezi mënyrën si do e vrasin. Po ta lexoni me kujdes, shikoni poezinë e tij dhe e ka lënë të shkruar. E dinte se si do e azisojnë. Dhe këta e dinë se çdo psojnë, dhe e dinë edhe gazetarë dhe analistë dhe gjithë të tjerit kur futen aty brenda për të votuar, janë ata jashtë që po votove kundër të thënë brinjët. Të kujtohet ty si e qelluan një nga eksponentët më të mëdhenj të Partisë Demokratike, ku ishte Roland Bejko, nuk ishte një nga eksponentët. Sa po kundërshtoi Berishën e pesë, si e dolën dhe e qelluan. Me medalje trimërie ka qenë i lauruar ky Roland Bejko. Ka dalë kundër në Gjirokastër, imagjinoni në 90-ën Bejko ishte kundër komunizmit, në Gjirokastër që ishte fole e komunizmit,
dhe rahu Saliu, dëng me hua, rahon ata jashta, shokët e ti me të ngusht i futën drura Lanbekos.